Një zhvillim i fundit politik ka tronditur skenën politike në Greqi pasi zyra e prokurorit publik evropian ka ndërmarrë hapa konkret në kuadër të hetimeve për një skem të dyshuar mashtrimi me fondet bujqësore të Bashkimit Evropian. Sipas informacioneve zyrtare, është përgatitur një dosje dytë hetimore për çështjen e njohur si OPEKepe, ku kërkohet heqja e imunitetit për 11 deputet aktual të Parlamentit grek. Të gjithë deputetët e përfshirë raportohet se i përkasin partisë në pushtet Demokracia e Re. Dosja pritet i përcillet fillimisht Gjykatës Supreme dhe më pas Parlamentit, ndërsa emrat e personave të përfshirë pritet të bëhen publik shumë shpejt, për të mundësuar që Prokuroria Publike Evropiane të vazhdojë me këtë hetim dhe të përcaktojë faktet duke kërkuar prova inkriminuese, si dhe shqetësuese. Prokurori Publik Evropian ka kërkuar sot në përputhje me nenin 29 të rregullores së punës të EPOS heqjen e imunitetit të 11 anëtarëve aktual të Parlamentit, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Hetimi nuk ndalet vetëm te deputetët aktual. Në verifikim janë gjithashtu dhe 5 ish deputet, ndërsa në fokus është vendosur dhe një ish ministër dhe një zëvendës ministër i zhvillimit rural dhe i ushqimit, për të cilët ekzistojnë dyshime për përfshirje në të njëjtën skem. Sipas autoriteteve europiane, çështja lidhet me veprime të dyshuara që dëmtojnë interesat financiare të Bashkimit Evropian. Akuzat përfshin nxitje për shpërdorim detyre, mashtrim elektronik dhe deklarime të rreme me qëllim përfitimin e paligjshëm në favor të palëve të treta. Dyshohet se këto veprime janë kryer gjatë vitit 2021 në kuadër të menaxhimit të fondeve bujqësore. Megjithatë, procedurat ligjore në Greqi paraqesin pengesa të caktuara për hetimin e plotë rasteve që lidhen me anëtarët e qeverisë. Kushtetuta greke parashikon që çdo çështje që përfshin ministra edhe pas largimit nga detyra duhet i referohet menjëherë Parlamentit. Kjo kufizon mundësinë e Prokurorisë Evropiane për të vijuar hetimet në mënyrë të pavarur për këto kategori zyrtarësh. Autoritetet kanë theksuar se në këtë fazë nuk do të bëhen publike detajet të tjera për të mos cënuar procesin hetimor, ndërkohë të gjithë personat e përfshirë konsiderohen të pafajshëm deri në një vendim përfundimtar nga gjykatat kompetente.